Ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar të Republikës Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Your Excellency Ambassador William Walker, Shkëlqësi Ambasador Zoti Skënder Durmishi, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar zotrinj Ilir Ikonomi, Beqir Sina dhe Eduard Belishova, të ftuarit tanë të nderit, të nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj Zoti Fisik Qosja dhe kryetari i PD Kavaj Zoti Hysen Kadiu, të nderuar Zoti Flamur Hoxha, deputet dhe drejtues i Qarkut Kukës, Zoti Shkëlqim Lebenica, kryetari i departamentit të ish të përndjekurve politik pranë Partisë Demokratike. Të nderuar pjesëmarrës, jemi mbledhur në këtë aktivitet të organizuar nga Bashkia Kavaj në bashkëpunim me shoqatën dhe ish të përndjekurve politik për të vlerësuar disa nga figurat që kanë kontribuar ndër vite në çështjen tonë kombëtare. Dhe sigurisht, kur themi kombëtare, ajo çka është më afër zemrës dhe mendjes për çdo shqipfolës është pikërisht Kosova, e cila ka kaluar një odise e kalvar të gjatë vuajtjesh e përpjekjesh, për të kthyer nga një ëndër shumë shekullore në një realitet politik dhe një shtet sovran, që brezat do ta jetojnë të lirë. Por kjo ëndër ndoshta nuk do të ishte bërë realitet pa përpjekjet dhe mbështetjen e vyer të miqve tanë të mëdhenj, të cilët kanë dhënë një kontribut të shquar në lirinë e Kosovës. Ndërta, kemi nderin të nderojmë sot ambasadorin zotin William Walker. Me iniciativë të kryetarit të Bashkisë Kavaj dhe shoqatës antikomuniste demokratike të ish të përndjekurve politik, sot nderojmë 3 personalitete mjaft të rëndësishme që kanë kontribuar në luftën për liri të Kosovës. Ftoj kryetarin e Bashkisë Kavaj, zotin Fisnik Qosja, të mbaj fjalën e tij përshëndese. Të nderuar miq, sekretari i Bashkisë Kavajës sot kam nderin dhe kënaqësinë që të bëjmë këtë aktivitet të veçantë
për miq të veçantë Kavajës. I nderuar shkëlqyesia juaj ambasador William Walker. I nderuar zoti Konomi, zoti Sina, të nderuar drejtues dhe përfaqësues të shoqatës të përndegur politik, i nderuar lideri i opozitës shqiptare, profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar përfaqësues të institucioneve lokal dhe qendrore, të dashur qytetarë të Kavajës. Kavaja është një derë e madhe dhe sot nderojmë këtë traditë të shtrenjtë të parëve tanë, duke mirëpritur në 26 vjetorin e ngjarjes historike të masakrës së Reçekut, tre zëra të fuqishëm të çështjes shqiptare. Ilir Konomi, gazetari dhe intelektuali i virtytshëm, i palollur dhe frymëzues për të ndriçuar historinë e kombit tonë dhe për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve kudo në botë, në kohë të mira dhe të vështira. Beqir Sina, përfaqësues i një familje të përsekutuar antikomuniste, simbol i një trashëgimie të dhimbshme dhe një burim force dhe angazhimi të palollur për lirinë dhe të drejtat e popullit shqiptar. Të dy këta shqiptarë të mirë janë përfaqësues të aspiratës shekullore dhe të së drejtës së shenjtë të shqiptarëve kudo në botë për të patur liri, dinjitet dhe prosperitet në tokën e tyre. Ndaj sot nuk mund të bëjmë gjë tjetër veç të përulemi me respekt dhe mirënjohje para tyre dhe gjej rastin të i përcjell falënderimet më të përzemërta në emër të gjithë qytetarëve të Kavajës. Por mbi të gjitha, të dashur miq, sot mbledhemi me krenari të likshme për të nderuar një mik të madh të kombit shqiptar, ambasadorin William Walker, një personalitet që do të mbetet përgjithmonë i gëdhendur në kujtesën tonë historike si simbol i së vërtetës, drejtësisë dhe ndërgjegjësisë ndërkombëtare. Ambasadori Walker pranoni fillimisht përshëndetjet më të ngrohta nga qyteti i Kavajës. Qytetin që simbolizon në vendin ton vlerat e larta të guximit, besimin në Zot dhe lirinë. Kavaja është krenare që ka nderin t'ju mirëpres e t'ju nderoj dhe përmes këtij gjesti ne duam të dërgojmë një mesazh të qartë. Mirënjohja jonë për ju dhe për ato që përvajsojnë nuk do të shuhet kurrë. Sot përulemi përpara rolit tuaj të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e të drejtave të popullit shqiptar në Kosovë, gjatë kohëve më të vështira të historisë sonë të afërt. Si udhëheqës i misionit fatmbledhës të OSBE-s në Kosovë, ju nuk qëndruat thjesht si një vëzhgues, por u bët një dëshmitar i guximshëm dhe një zë i fuqishëm përballë padrejtësisë, dhunës, genocidit, një shembull frymëzues se si një zyrtar i lartë duhet të jetë. Zëri juaj i ngritur me forcë dhe qartësi unike, pas masakrës së Reçakut në 26 vite më parë, tronditi ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar dhe holli dritë mbi dhunën sistematike të regjimit serb ndaj popullit të përfaqëshëm të shqiptarëve të Kosovës. Ende jehon thirrja juaj e paekujvok. Kjo është një mizori ndaj njerëzimit. Ky është një krim kundër njerëzimit. Ju, ambasador Walker, i dhat botës një pasqyrë të asaj që po ndodhte në Kosovë dhe u siguruat që zëri i tyre që vuanin e atyre që po vriteshin të dëgjohej fuqishëm në arenën ndërkombëtare dhe ky akt i guximshëm ishte një kthesë vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s dhe për lirinë e Kosovës. Por liria ka gjithmonë një çmim të lartë dhe lufta e Kosovës e dëshmoi këtë në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Ajo mori jetë të panumërta të rinj, të pafajshëm, djemë dhe vajza, që ju përgjigjen thirrjes së zemrës dhe atheut pa e menduar dy herë. Ata lanë pas familjet, shtëpitë, fëmijët, ëndrat e tyre. Në këtë kontekst historik, Kavaja e ka ndjerë thellë dhimbjen e vëllezërve tanë në Kosovë. Një nga këta të rinj ishte edhe djali i Kavajës, Indrit Sara. Idealist, intelektual, frymëzues, dëshmor i kombit dhe një simbol krenarie i qytetit tonë. Sakrifica e tij dhe e shumë të tjerëve si ai na kujtojnë çdo ditë se liria që gëzojmë sot është dhuratë e çmuar, e fituar me gjak dhe sakrifica të mëdha. Prandaj, ndërsa nderojmë sot, zoti ambasador Walker, nderojmë edhe kujtimin e të gjithë atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës dhe të kombit tonë. Shumë i nderuar zoti Walker, më lejoni në fund që në emër të qytetarëve të Kavajës t'ju shpreh mirënjohjen tonë më të thellë për rolin tuaj të pazëvendësueshëm dhe gjithçka keni bërë për popullin shqiptar. Emri juaj do të qëndrojë përgjithmonë si një shembull i qëndresës morale dhe si një kujtesë e fuqishme që ka të vërteta për ndryshuar botën.
Faleminderit nga zemra që ishit dhe jeni zëri të vërtetës së popullit tonë. Shëndet, lumturi, suksese të mëtejshme në çdo angazhim tuaj dhe qoftë kjo vizitë një kujtim i përhershëm i respektit dhe dashurisë që ky popull ka për ju. Faleminderit. Dhe një gjë që unë anashkalova, por vllai jon, miku im, ambasadori i Kosovës, Skënder Dermishi është prezent, po unë se përmenda dhe i kërkoj ndjesë, po faleminderit ambasador për mirëseardhjen. Ftojmë të ngjitet në skenë zotin Ilir Ikonomi, shkrimtar, publicist, gazetar i Zërit të Amerikës, i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në pavarësinë e Kosovës, duke u bërë ndër gazetarët e parë të huaj të cilët mbërritën në Kosovë, menjëherë pas përfundimit të bombardimeve të NATO-s. Ai ishte ndër gazetarët e parë në mediat amerikane, të cilët raportuan dhe lobuan mbi vrasjet e popullsisë civile dhe varret masive në konfliktin e Kosovës. Kryetari Qosja i dhuron certifikatën e mirënjohjes së Bashkisë Kavaj me motivacionin për kontributin në transmetimin e fjalës së lirë në Voice of America. Është kënaqësi e madhe që marr këtë certifikat mirënjohje nga Bashkia e Kavajës, por unë jam sot këtu kryesisht për të gjendur në një sallë me zotin William Walker, që është legjenda e gjallë e Kosovës. Mendoj se është njeriu që ja ndryshoi drejtimin Kosovës për gjithmonë, një nga njerëzit më të rëndësishëm besoj. Jam i nderuar që jam në të njëjtën sallë me të. Dhe unë kam qenë në Kosovë në 1999 bashkë me trupat e NATO-s, shkova atje për të mbuluar ngjarjet për zërin e Amerikës me një telefon të thjesht satelitor, por vura re që entuziazmi ishte jashtëzakonisht i madh për hyrjen e trupave të NATO-s, dhe kjo është një nga ngjarjet që më ka lënë mbres më së shumti mua si gazetar në karrierën time. Prandaj ju falenderoj për këtë mirënjohje që më dhuruat. Ftojmë të ngjitet në skenë zotin Beqir Sina, analist, shkrimtar, publicist dhe gazetar i njohur në median shqiptare në diasporë e SBA, i cili vlerësohet për ngritjen e një modeli të veçantë në karrierën e tij të suksesshme në gazetari. Zoti Sina përmes raportimeve dhe shkrimeve të tij ka ndihmuar në informimin dhe sensibilizimin e opinionit publik për zhvillimet në Kosovë. Duke kontribuar në sensibilizimin e komunitetit ndërkombëtar mbi çështjen shqiptare, ai është një ndër dëshmitarët e gjallë të krimeve të komunizmit, pasi ka lindur në kampin e internimit në Savër të Lushnjës, duke kaluar në persekutime të rënda për 32 vite gjatë sistemit komunist. Menjëherë me vendosjen e demokracisë emigroi në SBA, nga ku fillon një karrierë të suksesshme. Kryetari Qosja i dhuron certifikatën e mirënjohjes së Bashkisë Kavaj me motivacionin, me profesionalizëm të lartë ka kontribuar në afirmimin e vlerave demokratike në komunitetin e madh të diasporës në SBA. I nderuar kryetar, i nderuar zoti Berisha, i nderuar Këshilli i Bashkisë, i nderuar ambasador Walker, heroi i Kosovës, të nderuar zonja dhe zotrinj. Sot për mua është një nga ditët më të bukura të jetës time, nga se qyteti i Kavajës po më nderon se bashku me kolegun tim gazetarin studiusin Ilir Ikonomi, pjesë e 3 dekadave me zërin e Amerikës, zërin dhe shpresën e shqiptarëve, dhe mikun tim e veprimtarin e njohur. Gjithashtu, zonja e zotrinj, 25 vjet më parë, ka qenë 25 marsi i vitit 1990, kur ky qytet që po na nderon sot, ishte qyteti ku shpërtheu demonstrata e parë antikomuniste në Shqipëri
ku për herë të parë u bën thirrje liri, demokraci, poshtë diktatura dhe shumë kundër regjimit diktatorial. 9 vjet më vonë nga ky qytet që po nderohemi sot, nga Kavaja ishte Indrit Cara, dëshmori kombit, biri i këtij qyteti që u vra në luftën për çlirimin e Kosovës në pranverën e vitit 1999. Atëherë kur diplomati amerikan William Walker, ish shefi i misionit verifikues të OSBE-s në kohën e ngjarjes, i cili deklaroi me guxim atë çfarë pa me sytë e tij 26 vjet më parë si një krim shtetëror i makinës ushtarake serbe. Deklarata e tij ishte ajo që ndryshoi dhe rrjedhin e ngjarjeve që solli 24 marsin e bombardimeve 70 ditore që sollën lirinë. Ndërsa sot, duke pranuar me shumë respekt mirënjohjen tuaj, me jepet të rasti që t'ju falenderoj ngrohtësisht të gjithë juve zyrtarëve të Kavajës dhe ju qytetarëve të nderuar të Kavajës. Ju faleminderit. Ju ftoj të ngrihemi në këmbë në shenjë mirënjohje për shkëlqësinë e tij ambasadorin William Walker, me të cilën kemi nderin ta ftojmë në skenë. I invite you all to rise up in the corner as a sign of gratitude for His Excellency Ambassador William Walker, to whom I have the honor to invite to the scene. Kryetari i Bashkisë Kavaj ka nderin të dhuroj në emër të qytetarëve tanë certifikatën e mirënjohjes Zotit William Walker me motivacionin. Një shenjë mirënjohje për kontributin si ambasador, diplomat, humanist dhe avokat i vendosur i kauzës së Kosovës. The Mayor of Municipality of Kavaja, Mr. Fisik Qosja, has the honor to give in the name of our citizens the certificate of appreciation awarded to Mr. William Walker, with the motivation in recognition of his contribution as an ambassador, diplomat, humanitarian, and a strong advocate of Kosovo cause. Also, a road in Albania will have his name, as a sign of respect and the hope that our generation will know and value and respect his contribution in our national cause. Please be seated. Dr. Berisha, Mr. Mayor, everybody who's here. Where's my interpreter? I'm sorry. I am obviously very, very proud to be here in Kavaja today, thanks to the efforts of the mayor and others. I would like to just introduce a couple of people who are with me from the diaspora, mostly from the Kosovar diaspora. The first is from a diaspora, but not an Albanian diaspora. Two from the diaspora of El Salvador, my wife, Nelly, and my niece, Maria Teresa. I pari është nga diaspora, por jo shqiptar, dhe e dyta është nga diaspora dhe është bashkëshortja ime, Nelly, dhe mbesa ime, Teresa. Now, I'm always a little confused because I'm not a student of the history of this region. I know that Kosovo and Albania are somewhat separate, but I also know how close the communities of the two countries are. Jam gjithmonë I konfuzuar sepse nuk jam një studiues I historisë I rajonit tuaj, por e di që Shqipëria dhe Kosova janë në njëjti vend, por që sot janë një realitet I dy shteteve të ndara. And to illustrate that, I want to talk to you about my previous meetings with Dr. Berisha. Për ta ilustruar këtë, doja të flas pak për disa nga takimet e mia të kaluara me Dr. Berishën. I left Kosovo after the war,
and went back to the States, but I returned here on the first anniversary. I don't quite remember when, but very shortly thereafter, Dr. Berisha, at that time Prime Minister of Albania, invited me to become an honorary citizen of this wonderful country and to give me a medal. So Dr. Berisha, that's the first meeting I had with him. E lash këtë rajon Kosovën shumë vite përpara dhe u riktheva më një herë pasi u ftova pas disa vitesh nga kryeministri I kohës Sali Berisha, I cili më dha medaljen dhe nderin të isha një qytetar nderi I Shqipërisë. The next meeting I had with him, and the last meeting, was a very important day in bringing together the people of Kosovo and the wonderful people of Albania. Takimi tjetër dhe I fundit ishte një takim I cili bënte bashkë njerëzit e mrekullueshëm të Kosovës dhe njerëzit e mrekullueshëm të Shqipërisë. Again, my memory fails me as to the exact date, but one night he, his wife, and I had a wonderful, wonderful seafood dinner, and it was the next day that we all went to open the tunnel that was brought together to bring together much more closely the people of Kosovo and the people of Albania. Sërish memoria më tradhton pak për datën, por në një mbrëmje ai bashkë me bashkëshorten e tij më ftoi në një darkë në të cilën ne hapëm një tunel apo rrugë të përbashkët diskutimi, ndër të cilën folën për Shqipërinë dhe Kosovën dhe historinë e saj. And the last time, the following day, I saw the Prime Minister of Albania sitting on top of a bulldozer and pushing down the wall that separated the two countries. Dhe ditën tjetër, kryeministri I Shqipërisë, të cilën e pash për herë të fundit, kishte hipur sipër një buldozieri dhe po thyente murin I cili ndante dy vendet tona. I greatly appreciate that Albania, as Kosovo, is going into a period of electioneering. Unë jam shumë I lumtur që tani Shqipëria dhe Kosova po kalon një periudhë bashkëpunimi. Kosovo on the 9th of February, I believe. Kosova, please continue. 9th of February. Kosova në 9 shkurt. And you, I believe, sometimes in May, is it? Yeah. Dhe ju sigurisht me 11 maj. So I'm very glad to be here before the battles start. Unë jam shumë I lumtur të jem këtu përpara se të fillojë lufta e vërtetë. But I am delighted to meet the community of Kavaje, and especially with Dr. Berisha in attendance. Thank you so much for the honor of being here. Jam shumë I lumtur që të takoj komunitetin e Kavajës në një periudhë në cilën kandidon profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit. Të zgjedhësh fjalët e duhura për të përshkruar marrëdhëniet mes dy vende të njëjtit komb mund të duket një detyrë që kërkon shumë orë pune e faqe të tëra libri e historie. Por që të jesh një kombi duhet të jesh një gjaku dhe vëllazërore është një fjalë në duke e thjesht, por që peshon shumë. Kam nderin të ftoj të marr fjalën ambasadorin e Kosovës, shkëlqësinë e tij zotin Skënder Durmishi. Nderuar zonja dhe zotri, nderuar Nikoqir, kryetari I Bashkisë së Kavajës, shumë faleminderit për këtë mundësi që më jepni dhe nderin e veçantë të jem në një ambient me personalitete kaq të rëndësishme, posaçërisht heroin e Kosovës, mikun e madh dhe dëshmuar zotin ambasadorin William Walker, nderuar president Berisha, nderuar miq ton nga New York o Washingtoni që keni mri sot dhe
keni me meritën e veçantë mirënjohjen, cila ju ka takuar dhe keni dëshmuar veten sa herë deri më tash. Është rast për mua që gjithmonë kur vin Kavaj kam edhe emocionet veçanta për lidhjet e veçanta që ekzistojnë me Kavajën, heroj i luftës, heroj dhe madhështia figurës se heroj Cara është një lidhje që ka përtri edhe më shumë. Unë kam pas disa raste që të vi dhe të komunikoj me autoritetet në përtubime ndryshme, por sot është një ndjenjë dhe një emocion i veçantë që kam këtë mundësi para qytetarëve të Kavajës që t'ju them faleminderit, edhe pse ju nuk keni këtë kërkesë ndaj meje, po unë e ndjej këtë si obligim që t'ju them faleminderit për herojnë e madh që na keni dhënë, për atë që treguat gjatë ditëve të luftës duke strehuar në disa ambiente numër të madh kosovarësh. Ju falenderoj nga zemra dhe uroj që bashkëpunimet në të ardhmen t'i vazhdojmë edhe për hir të këtyre figurave të mëdha të herojit Cara dhe gjithë tjerëve që kontribuan, por me projekte paqe, bashkëpunimi në të gjitha fushat e tjera. Për ambasadorin nderuar William Walker, po ashtu ka është një nder i madh për mua që t'jem afërti gjithmonë, që t'i them meritat që ka, meritat e veçanta. Ai vetë tha se nuk e njeh historinë, por unë them se ka shkruar historinë dhe ka shkruar në mënyrë të tillë duke qenë në momentin e duhur, në kohën e duhur dhe një moment veçantë e cili për Kosovën është më shumë se një datë historike, është momenti i shpëtimit dhe momenti forcimit të lidhjeve të veçanta me Kosovën. Kjo ishte arsyeja dhe falënderimi i veçantë që më jepni edhe mundësinë t'ju drejtohem nga kjo foltore me falënderimin e veçantë ambasador Walker, gjithmonë meritoni falënderimet tona, madje mund të them se nuk kemi fjalët e duhura që thehemi ato që ju vërtet i meritoni. Edhe për zotin Ikonomi dhe zotin Sina kam fjalët më të mira, të cilët gjithmonë në kohën e duhur kanë bërë veprimet e duhura me pendën dhe më vonë edhe me kontributet e tyre në publicistik për historinë, për zhvillimet e vërteta në Kosovë. Është titull në dorën e duhur dhe i akorduar me të drejtë. Ju uroj po ashtu ju përgëzoj për këtë çmim të merituar gjithsesi. Faleminderit shumë dhe mirupafshim në aktivitetet tjera. Tani nuk kam nevojë për letër, pasi kam nderin të ftoj të marrë fjalën kryetarin e Partisë Demokratike dhe kryeministrin e ardhshëm, profesor doktor Sali Berisha. Mirdita dhe një përshëndetje shumë për zemërt. Ju, të gjithë dhe ju këtu në këtë sallë, qytetarëve të Kavajës kudo që janë sot. Një përshëndetje për zemërt ambasadorit Walker, këtij personaliteti emri i cilit skalitet me dalt në memorien e çdo shqiptari që don liri. Në muret e historisë së këtij kombi, ambasadori Walker është jo vetëm një hero i Kosovës, por është një hero i Shqipërisë dhe hero i çdo shqiptari, mbasi ai ka bërë për lirinë kombëtare si individ, ka dhënë një kontribut që borxhi shqiptarët nuk i dalin kurrë. I dashur ambasador, historia e Kosovës është medalje me dy anë.
në njërën anë është qendresa e pamposhtur e qytetarëve të saj ndaj përpjekjeve të panërprera për eksterminimin e tyre, ndaj përpjekjeve të panërprera për shpopullimin e saj, për shfarosjen e shqiptarëve nga masakra në masakër. Por, thash, është dhe histori barbarish ndaj të Kosovës. Masakra e Raçakut në një farë mënyre falë këtij burri që kemi ne sot. Ishte rasti kur flijimi i 45 burra grave fëmijëve u shtruan në dritë lirie për mbar Kosovën dhe kombin shqiptar. Ambasador, ka patur masakra tjera shumë herë më të mëdha, mjerisht disa prej tyre të kryera bashkërisht nga serbë dhe shqiptar, nga Beogradi dhe Tirana komuniste, e tillë është famzeza masakre Tivarit, që mund të renditet e dyta pas luftës dytë botërore pas asaj të Katinit. Por ato i mbuluan ndryshku i kohës, balte e kohës, tymi i kohës. Kurse sepse ato nuk patën një dishmitar vigan si ambasadori, i cili me qëndrimin e tij u shdrue, me klithmin e tij zgjoj ndërgjegjen e mbar botës së qytetëruar, por para zgjithash të vendit ti të madh, të vendit të lirisë të Shteteve të Bashkuara. Pa qëndrimin tuaj, pa guximin tuaj, pa ndërshmërinë tuaj, ndofta historia e Kosovës nuk do ishte kjo që është sot. Ndaj dhe ne kemi një mirënjohje të pakufishme ndaj jush. Me këtë rast unë duhet të falenderoj kryetarin e Bashkisë Kavajës, Fistik Qosën, që ka zgjedhur të shpreh nderimin e këtij qyteti ndaj jush. Por dy fjalë duhet t'u informoj, ambasador. Kavaja është një qytet shumë i veçantë. Është një qytet i njerëzve punëtor të thjeshtë, të mençur dhe të ndershëm. Është një qytet i njerëzve të besimit tek Zoti. Shumicë janë sunit, por ka një komunitet të ndëruar ortodoks që shkojnë në harmoni të plot. Kanë një meritë të jashtëzakonshme, se në periudhat më të zeza të diktaturës, qytetarët e këtij qyteti dhe banorët e këtij rrethi nuk u lkundën besimin e tyre tek Zoti. Dhe shumë herë kam pyetur veten, ndofta ky ishte dhe faktor përcaktues që këta do ishin qyteti i parë në Shqipëri që do shlirohej nga diktatura komuniste. Në mars të vitit 90, Shqipëria ishte moniste. Të rinjtë shqiptar vriteshin në kufi, sepse kërkonin të dilnin në botë e lirë.
Dhe jo vetëm kaq, por trupat e tyre zvarriteshin në rrugët e qyteteve për të terrorizuar popullatën. Djemtë e këtij qyteti zbritën në stadiumin e tyre si gladiator të lirisë dhe u përballën me diktaturën. Recep Rugea, Ilir Rugea e shumë të tjerë. U ndeshën me komisariatin e policisë. Në fakt çliruan qytetin e tyre. I thash këto dy fjalë se vërtet nderimi i Kavajës për çdo njeri që ka luftuar dhe lufton për lirinë është një nderim i veçantë. Është një nder i veçantë dhe ju e meritoni këtë plotësisht. I dashur fisnik, ke përzgjedhur në rosh sot dhe personalitetet të shquara të shqiptarëve jashtë vendi, Ilir Ikonomin, Beqir Sinën. Ilir Ikonomi është një nga gazetarët publicistët, por në fakt dhe historiant më të shquar të vendit. Zëri Amerikës luajti një rol të jashtëzakonshëm në përmbysjen e diktaturës komuniste si burimi vetëm i informimi, inkurajimi shqiptarëve. Për shqiptarët, zëri Amerikës ishte zëri i vërtetës. Në rast se aso kohë shumë zëra të tjerë mendonin se Shqipëria duhet të mbetej Kuba e Adriatikut, këtë mendim nuk e kishte zëri Amerikës, por dhe as administrata e Shteteve të Bashkuara. Zëri Amerikës ka mbetur një radio dhe televizion i dashur për mbar shqiptarët. Arriti të rezistoj, duhet ta themi këtë, mrekullisht, edhe censurofilisë së çmendur të viteve të fundit që shpërtheu në vendin e madh të lirisë. Dhe woke culture qëndroi përsëri zëri i vërtetës, çka e bën edhe më të admirueshëm për të gjithë shqiptarët këtë organ të informimit nga Shtetet e Bashkuara. Ilir Ikonomi ka shkruar disa nga veprat më të arrira për personalitete ndër më të shquara të historisë tonë kombëtare. Kontributi i tij përbën një rishkrim të historisë, sepse ne kemi patur fatin e keq të jemi një kombë me histori të ndaluar, me histori të falsifikuar, me histori të deformuar. Veprat e tij kanë plotësuar, kanë paraqitur para publikut të vërteta për personalitetet tona të mëdha. Burra që kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në pavarësinë e vendit, por në linjën tonë kombëtare dhe në shumë fusha. Ndaj dhe përzgjedhja juaj për të nderuar Zotin Ilir është jashtëzakonisht nder për qytetin e Kavajës. Beqir Sina, përfaqësues i asaj shtrese
që u sakrifikue, u martirizue për vlerat më të rrira të njeriut. Tasaj shtrese që pas luftës dytë botërore do të përjetonte kampet e përqendrimit të ndërtuara, të ngritura me modelin e kampeve naziste, me qëllim të vetëm shfarosjen e shtresës armike. Kjo është e vërteta. Begjërsina përfaqëson atë shtresë e cila u projektu si elit e kombit, u projektu të zhdukej. U projektu të zhdukej, të mos ekzistonte dhe të krijohej pastaj njeriu i përçudnur, njeriu i ri. Begjërsina, një gazetar i talentuar, por edhe shkrimtar, me veprat e tij ka plotësuar serin e veprave të letërsisë son rëno për me tregue. Pa të cilën letërsia e Shqipërisë dhe historia e saj do të ishte gjysmake. Madje jo vetëm gjysmake, duhet ta themi të vërtetën, edhe e turpruar. Edhe e turpruar, sepse ai ishte një realitet shumë dramatik. Dhe nëse kombi do të pranonte të flinte mbi këtë gjën të madhe kombëtare, shumë vështirë se do të gjante rrugën drejt të ardhmes. Ndaj dhe unë duhet ta falenderoj shumë kryetarin e bashkisë për nderin që i bën sot plotësisht merituar Beqirësinës. Do ta mbyll me një fjalë të marrëdhënar nga Shkodra, po të deshi Kavaja të duart të gjithë njerëzit e lirë. Po të nderoj Kavaja e njëjta gjë. Shumë faleminderit. Faleminderit që morët pjesë në këtë aktivitet, së bashku shihemi në aktivitetet të tjera. Faleminderit. Yeah.